Ekipi i Danit janë bogati, por pije duhet të lëshojnë në tokë njëherë, dhe sa të kanë Dani. Dani, Letë filloj loja. shoj pije të vene aty. Hajde Kroni, qojmë atë tjetë, sigurin e galun. Prit se Lulja ma lypi Po. ka shketën për zarë. E s'ma këthen tani në fund, a? Që? A për para më rama, qështu? Qështu? Ka shkete e Gjergj Kluni, ja ka dhënë dhurat, kër e ka marrë intervjistë. Ka dalë. 2, 1. Loja starton. Fillon koha dhe për ekipin e Danit 1 minutë e gjysmë që të partin sa më shumë pije. Momentalisht në loading, në ngarkim me sipër. Është Vloriani që do të niset i pari. Natën e mirë Verian. Natën e mirë Lule. Gojmë me Danin tani. Dani është mbrojtës, është paka... Dhe kalon jo. Kalon Vloriani më në fund. Gojmë me raundin e dytë. 30 sekunda, 40 faktikisht për të kaluar për herë të parë. Kanë betur edhe 45 sekunda dhe në fund. Qa është të tili për para? Se mëre përrini me një vend, 35 sekunda ju kanë betur. Vetëm 4 pije gjysmë i keni bartur. 25 sekundat e fundit për ekipin e Danit. Dan shpejtësia është në pyetje këtu. Po i afrohemi 15 sekundat e fundit. Hop. Shkoj Lulja. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Qfar shëjtrije Kroni i pagabushëm. Fitore dinë se është për ekipin e Klan Kosovës. Ishte shumë i saktë Kroni. Arritit të anulloj pothuajse 70% bartjeve, ndërsa loja e radhës është kjo.